Nga i ftuari I parë që kishte të bëjë me kulturën, tani do kalojmë në fushën e sportit. Suksesi në sport nuk është rastësisht. Ai është rezultati I punës së palodhshme, disiplinës dhe përkushtimit të vazhdueshëm. Këtë e dëshmuan më së miri sportistët e rinj të klubit karates Forca nga Çairi, të cilët u kthyen nga kampionati ballkanik I mbajtur në Stamboll me 2 medalje të rëndësishme për veten dhe klubin, por edhe për vendin ton. Ada Murtezani dhe Ebubekër Neziri arritën të ngjiten në podiumin ballkanik duke konfirmuar talentin dhe potencialin e tyre në arenën ndërkombëtare. Për këtë sukses, sakrificat pas medaljeve dhe sunimet e ardhshme, sot bisedoj me 2 medalistët ballkanik dhe me trejnerin e tyre, Muharrem Imeri. Mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit të Ritmi I ditës. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi për ne të jemi në emisionin juaj të mëngjesit dhe me sukses me medalje ballkanike. Fillimisht urime për medaljet që I keni sollur, një çmim kaq të rëndësishëm vendit ton, por edhe klubit juaj. Mund të na thoni, zotëri Imeri, se me një medalje kaq të rëndësishëm, me një lojë ku keni marrur ju pjesë, është kaq e rëndësishëm si konkurrent dhe si e vlerësoni ju këtë sukses? Për mua është një vlerësim shumë I madh se për me shku në kampionatin ballkanik, patjetër të marrësh pjesë në kampionatin e Maqedonisë dhe duhet të jesh kampion I Maqedonisë ose në kampion I Maqedonisë, të jesh medalist I vendit për me marrë pjesë në kampionatin ballkanik me reprezentacionin e Maqedonisë së Veriut. Për mua ka qenë një sukses shumë I madh se përndryshe klubi karates numëron shumë medalje ballkanike, por kjo gjenerata e re nuk kanë arritë deri tash të kenë medalje ballkanike, po tash edhe këto na gëzuan, hinin në rendin e medalistëve ballkanike, ku me të vërtetë këto 2 sportistë, Ada dhe Ebubekri, me të vërtetë kanë treguar potencial dhe kanë ndërë shumë djers, edhe kanë stërvit shumë dhe me të vërtetë treguan një punë që kanë bën punë palodhshme atje dhe arritëm deri tek ky sukses. Nuk kanë qenë lehtë, kemi stërvit shumë, ka 2 herë në ditë, pastaj atje ka qenë një konkurrencë shumë e madhe ku kanë marrë pjesë mbi 1700 sportistë, ku nga 13 shtete. Ku kanë bajt në Stamboll të Turqisë me do shtete të mëdha si Turqia, Greqia, gjithë vendet e Ballkanit, edhe të vish në këtë sukses me të vërtetë nuk ka qenë lehtë. Për mua është ende jam në ato emocionet e turnirit atje. Turniri ka zgjatur për 3 ditë, kurse tash lodhin pak e kemi harru, kur I shoh me suksese këto dhe uroj një ditë që këto vazhdojnë këtë në kontinuitet, që një ditë kemi edhe medalje më të mëdha se ballkanike. Çfarë do thotë ky çmim për juve si klub, por edhe për juve personalisht si trajner? Për mua ky çmim do të thotë shumë. Nuk kam fjalë, s'kam koment ta komentoj këtë çmim, po ky nuk është vetëm çmimim, ky është gjithë populli shqiptar, përket gjithë komunës tonë Çairit, përndryshe unë them se sportistët kur dalin medalistët ballkanike, evropiane, botërore, ato janë të popullit. Edhe duhet krenohet populli, duhet të krenohet trajneri, klubi, familja, gjithë, se nuk vinë rastësisht këto suksese. Për të ardhur deri tek ky sukses ku ka dashur ndahet pak edhe nga jeta. Në shkollë stërvitje, nuk ka shumë kohë për me humbë në rrjetet sociale ose ndryshme. Vetëm unë e di se sa kanë ushtruar këto për këtë kampionat dhe jo rastësisht ne si reprezentacion fituam 5 medalje. Me thonë është një rezultat pak, por besojmë në të ardhmen që të arrim nga 5 medaljet, 2 medalje I takojnë klubit tonë, I takojnë Çairit, klubit Forca. Mund të na thoni të kthehemi pak te finalistët, te çmimet që kanë marrë. Çfarë do të thotë për juve personalisht ky çmim që keni marrë ndërkombëtar pikërisht në Stamboll? Filloj me Ada. Unë ndihem shumë krenare dhe e lumtur se e di që gjithë mundiem u ka shpërblyer. Do më thënë është shpërblyer mundi juaj, ndërsa për Ebubekrin? Unë jam shumë I lumtur dhe ky çmim nuk më është embleme, nuk mundet me blej. Do me arrit me gjers.
Me djerë, dhe më thonë me punë keni arritur ju deri tek çmimi. Si ishte rrugtimi juaj deri tek medalja? Cilat ishin ato sfida të themi më të mëdhaja që i jeni përballur gjatë kampionatit? Sa ka qenë e vështirë që ta merrni këtë çmim ju, ta fitoni? Ka qenë pak vështirë, po me mund dhe me ndjerës arritëm deri në finale. Deri në finale. Për ty e Bubekër? Një ciada. Një ciada, dhe më thonë me mund, me punë, keni arritur deri tek medalja që i keni marrë. Çfarë emocione keni përjetuar momentin që ju shpallët, morët një çmim kaq të madh? Si ishte reagimi juaj? A e besuat apo jo? Nga pak, isha krenare dhe dua ta falenderoj trenerin tim për mundin e tij dhe ndjersët e tij. Dhe më thonë, për ty e Bubekër? Isha shumë i gëzuar dhe e faleminderoj trenerin për mundin dhe ndjersën tim. Që ka dhënë për juve. Zotri Imeri, çfarë bën të veçantë gjeneratën aktuale të sportistëve të klubit tuaj Forca? Unë shfrytëzoj rastin të i përshëndes edhe gjeneratat e mëparshme, se me të vërtetë kemi pas dhe kampiona ballkanik dhe përparshme kampion dhe nën kampiona shumë. Edhe kjo gjeneratë e re, se shoh si ka motiv, ka vullnet, po shfrytëzoj rastin të përshëndes edhe prindërit që kanë vullnet, kanë besim te unë, te ki klub, kanë besim te fëmijët e vet, apin kontributin maksimum se pa ndihmën e tyve nuk mund të kishim arrit deri tek i sukses. Me të vërtetë për të arritë medale ballkanike ose më lart, gjithë sportistët e dinë se sa duhet angazhim dhe djers për të arritë këtu. Padyshim ne patëm dy konkurrentë te turq, ku mendojmë se një Turqi sa e madhe, e të mbahet në Stamboll, me të vërtetë kemi pasur presione të mëdha nga publiku, nga atje, por jashtë dashje Zotit që edhe ja arritëm deri në finale. Rezultatet kanë qenë shumë afërt, të ngushta, për Mari ka ndalluar 1 pikë, 2 pikë. Për atë unë mendoj se për të arritur në pedestal atje nuk është lehtë. Tash suksesi nuk vjen aq lehtë, se duhet shumë punë, angazhim, edhe për mua këto medale peshojnë shumë. Një ditë ëndra mu ka plotësu me këto sportistat, por nuk do dorëzohem, do vazhdoj edhe më lart e më lart. Se e keni pritur këtë, dhe themi, këtë sukses, që të mirë një çmim, kaq më të... Mbas punës që kemi bë, e kemi pritur, por pak besimi ka qenë pak më i dobët te unë, se e di se kur mbahet në Turqi, konkurenca shumë e madhe dhe presione kemi edhe prej publikut, por ku don Zoti të shpërblen atë djerë që e ke dhënë, edhe është e mundshme. Pa dyshim, në të ardhmen kemi planet e tjera që stërvitin në më shumë dhe nuk do ndalen me këto, se janë me të vërtet talenta, është një gjërat shumë e mirë dhe në të ardhmen mendoj që do të vazhdojmë me këto suksese pra. Sa është e vështirë të përgatiten sportistët për një kampion të themi ballkanik dhe çfarë përfshin procesi i përgatitjes që të shkoni deri atje, të mirëni pjesë deri në këtë të themi këtë eveniment kaq madhështor? Po, për me marrë pjesë në kampionatin ballkanik evropian dhe botror, patjetër ti duhesh me qenë kampion shtetëror. Para kampionatit shtetëror veç fillojnë përgatitjet dhe në të kampionat kush merr plasman në kampionatin Maqedonisë, ato futen në reprezentacionin e Maqedonisë dhe ato marrin pjesë me reprezentacionin e Maqedonisë në kampionatet e mëdha ballkanike evropiane. Edhe pastaj fillojnë edhe përgatitjet. Përgatitjet nuk janë të lehta, janë stërvitet më të fuqishme, më të forta dhe unë deri me një pikë ku kemi stërvit ka 2 herë në ditë, edhe më kanë dhimbë, se janë shumë mëngjes, kanë shkuar në shkollë, kanë kthyer prej shkollës prak stërvitje, do të thonë kemi qenë shumë ngusht me stërvitjet. Kemi stërvit 2, ndonjëherë edhe 3 herë në ditë kemi stërvit, edhe shumë djerës, po atje duhet të jesh edhe fati sportiv, kur me të vërtet këto edhe fati sportiv i ndjekë atë ditë, ish ditë aktive dhe gjithë ai mund nuk shkoj kot, se gjithë e përgatitjes edhe të sportistët kur merr një çmim, ai më vetë i vullneti edhe në të ardhmen, edhe të ardhmen ai punon. Kurse kur nuk fiton çmim, kur nuk ka besim atij, pak vullneti i bie. Kurse këto Ada dhe Ebu Bekri me të vërtet kanë dhënë një kontribut shumë të madh, kanë stërvit shumë dhe
besoj që u gëzuan me medalje, tash këto vetë e kuptojnë se në të ardhmen duhet patjetër të punojnë edhe më shumë për të ngjitur pedestalet më të larta. Ada dhe Bubreki të themi arritën të ngjitën në podiumin ballkanik. Mund të na thoni se cilët janë cilësitë që i dallojnë këta dy të themi si sportistë? Këto kanë cilësi të ndryshme. Ada stërvitet afër 10 vite në klubin tim, ka mbi 200 medale në shtetërore, është kampione maqonisë në kata, është kampione maqonisë në komite, ka marrë pjesë 3 në kampionatin ballkanik, po s'kemi pas fat me Adën të kormi sukses. Fati na shkoi me 2026, është talente shumë, sa është talente ma pak punon, po duhet unë mendoj që Ada të punon pak më shumë që një ditë të arrinë edhe suksese më të mëdha. Unë shumë kam besim te Ada, sa është me të vërtet talente, zgjuar, mëson, vetëm i duhet punë shumë që të shkojë lart e më lart. Kurse Ebu Bekri ka stërvitje kohë më pak që ushtron, Ebu Bekri ushtron afër 2 vite, ku është kampion i maqonisë, kampion ndërkombëtar, kampion mbarkombëtar, ku tash edhe vjet ishim 2 vite që merr pjesë në kampionatin ballkanik, për pak s'e kemi arritur në për medale ballkanike. Vjet ku mbajt në Mallzi, kurse si vjet nisëm me një vullnet, me një besim që të kemi se me të vërtet ka punu shumë, ka stërvit shumë, është i disciplinum maksimum, nuk flet shumë, po punon dhe një që ka e duhet Ebu Bekri është i qetë, i dashur dhe hesht, nuk thot jo, nuk mundem. Do e provon njerë, 2 herë, 3, po nuk dorëzohet. Nuk dorëzohet dhe ti pas këto unë i du shumë, me gjithë Adën edhe Ebu Bekrin, gjithë sportistët e ti që ka i du i respektoj shumë, që ka i japin maksimumin në veti, janë të rregullt, për atë besoj që edhe suksesi nuk mungon. Ada, e dëgjove trenerin që tha duhesh edhe pak më shumë punë për të arritur suksese më të mëdha gjatë rrugtimit tënd të karrierës si një sportiste. Mund të na thuash se kush ka qenë mbështetja jote më e madhe gjatë këtij rrugtimi? Deri tani kanë qenë prindrit e mi, po si dhe treneri. Për ty Ebu Bekër? Prindërit, klubi dhe treneri. Mund të na thoni se si e balanconi shkollën, to treningjet e karates, ushtrimet, stërvitjet, jeni të mirë edhe në shkollë apo vetëm në karate? Unë jam për veti të dyjat, po duhet me pat orar, me pat orë caktume për se cilin sen, se cilin aktivitet. Për ty Ebu Bekër? Unë jam të dyjat edhe në shkollë edhe në stërvitje, por kam një orar që mund të shkoj edhe në stërvitje edhe në shkollë. Edhe në shkollë, si u pritën shokët e klasës, kur e kuptuan që ju keni marrë një çmim kaq të madh nga Turqia? Ishin të gëzuar dhe më gëzuan shumë. Ju pritën edhe ato u emocionuan njerëz sepse janë krenar të kenë një shoqe dhe një shok të cilët kanë marrë një çmim kaq të madh. Por shokët e tu Ebu Bekër çfarë thanë? Shokët e mi për momentin janë në strug me shkollën. Me shkollën, ti nuk e mund të shkosh për shkak aktivitetit që ke qenë në Turqi. Shpresojmë që vitin tjetër, pa tjetër do shkosh në ekskluzione të themi me shkollën dhe mos të ndalë. Po ata kur do të kthehen nga struga, do kenë çfarë ju pret. Një çmim që u a ke soll përveç familjes, klubit, por edhe shokëve të klasës dhe të jenë krenar edhe ata me ty. Mund të na thoni, zotëri i Meri, se sa është e rëndësishëm edhe mbështetja institucionale? Mbështetja është shumë e rëndësishme se pa mbështetje nuk mund të marrësh pjesë në shumë aktivitete ndërkombëtare. Këto aktivitete që kanë këtu brenda në vend nuk janë as edhe të rënda, mund të përballen edhe prindërt edhe klube dhe gjithçka, kurse kampionatet që janë ballkanike, evropiane dhe botërore më të vërtet duhet mbështetje, se nuk është një aktivitet. Ka shembull kampionate ballkanike për trik, për kadet, për junior, pastaj vijnë kampionatet evropiane, botërore, ka World Liga, ka kupa botërore, me të vërtet nëse s'ke mbështetje nuk mund të arrish deri në ato suksese. Mund të jetë fëmia talent, mund të jetë sportist talent, ka potencial të shkon atje, nuk merr pjesë një herë, 2 herë, 3 dhe fëmijë demoralizohet dhe ose e lën sportin, ose ju vullnetin nuk jep maksimumin të stërvit. Kurse kur të kesh mbështetje, kur të jesh donator ose sponsor, kur ka klubi, financa, atëherë me të vërtetë ti ke dyert e hapura, ato fëmijë që kanë potencial dhe kanë dëshirë dhe janë
për me shku atje, ti nuk jam mendon shumë. Shikon vetëm stërvitjen dhe merr dhe ik për ta kap suksesin. Kurse kur s'kim mbështetje, më të vërtetë je pak si gjys vullneti punon. Kur e di se mund vend dita, e mund të shkojsh, nuk mund të shkojsh për shkak të financave. Që na ka ndodhur shumë herë ajo. Edhe këtë kampionat kemi pas me finansat e tona. Nuk janë të lehta, janë trana se ka fëmijë që mund të nuk mund të ketë finanse, nuk mund të merr pjesë në kampionatin ballkanik, kur ndoshta është edhe potencial për medalë. Që na ka ndodhur shumë herë ajo. Me të vërtetë është një dhimbje në sportistët që e ndjem, por uroj që një ditë të lajmërohen donatorë ose institucionet na mbështetin maksimum që duhet që ne këto sportistë mos i lëmë anash, mos i lëmë rrugë të mirën me sport, me art, me kulturë dhe një ditë ardhmëria e jona është shkollimi, arsimi edhe sporti. Vetëm kështu fëmijët ardhmërinë mund ta shpëtojnë. Përndryshe do të rinë për rrjetet sociale dhe do të hupin edhe fizikun e shëndetin e gjithçka. A mendoni se me suksesin e Ebu Bekrit dhe Adës, institucionet do e marrin të themi mbështetjen ndaj klubeve, jo vetëm ndaj klubit tuaj, po edhe klubeve të tjera që shumë fëmijë kanë shënuar suksese që edhe vetë klubi e ka bërë për të shkuar në një rrugë me vetë financimi, do e marrin disi të themi më seriozisht financimin e klubeve të ndryshme. Po besoj që në komunën tonë Çajër jemi krenar që jemi në këtë komunë dhe nga kjo komunë kanë rrjedh kampionat të mëdhej olimpik dhe botëror dhe evropian edhe kështu. Gjithë e dinë dhe kemi pas dhe përpara dhe për kraje, do t'i falenderojmë dhe ato, por duhet një kontinuitet çdo herë të kemi për kraje që mos dorëzohemi. Se me të vërtetë gjithë sportet në komunën e Çajirit lullëzojnë, si futbolli, si basketbolli, si karateja, si boksi, kemi sukses shumë dhe jemi krenar që i takojmë kësaj komune të vogël edhe të bukur, me shpirt të madh sportiv. Cilët janë planet edhe garat e ardhshme për klubin e juaj pas këtij suksesit që keni shënuar në Stamboll? Garat e të ardhshme janë është kupa botërore që do të marrë në Porreç të Kroacisë, pastaj në World Liga që do të marrë në Veneci, pastaj vjen në kampionatet e Maqedonisë për kadet junior këtu në Maqedoni ku do të jenë për plasman për me marrë pjesë në për ballkanike evropiane për të rritur. Kemi plane shumë dhe që urojmë që të kemi shëndetin, të kemi vullnetin, të kemi punën dhe të kemi edhe financa për me shku në për të aktivitete. Ada dhe Ebu Bekër, çfarë ju motivon të stërviteni, të vazhdoni, mos dorëzoheni? Mua më motivon trajneri im se shoh që është një person që mundohet dhe ai më motivon më së shumti. Ndërsa Ebu Bekri? Më motivon medalet, trajneri, prindërit, këto. Të gjitha. Pas këtij suksesi, çfarë mendoni për të ardhmen? Çfarë doni të vazhdoni edhe më tej të mireni me këtë sport? Unë dua të vazhdoj më tej të arrijë medaljet evropiane dhe botërore dhe ta bëj trajnerin tim krenar. Krenar. Po për ty Ebu Bekër? Por edhe mu njëjtë si Ada, do me thonë me mri medaljet evropiane dhe botërore. Edhe botërore. Cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë moshatarët e juaj që ndoshta hezitojnë, nuk ju pëlqen ky sport ose dëshirojnë po kanë frikë nga sporti, se disi mua nga lart më duket disi si sport i rrezikshëm, po nuk e di. Cili do t'ishte mesazhi juaj? Mesazhi im ishte kur mos të dorëzohen dhe me mund të fitosh gjithçka. Shumë mirë. Ebu Bekër? Mesazhi im është që stërvito mëso këto dy janë kryesorët. Kryesorët, për të arritur një sukses, ndërsa shokëve të cilët Ebu Bekër thonë, a mund vi apo jo? Për sport, për të ushtru për stërvitje në karate, a ju bën thirrje ti shokëve? Po, kanë qenë disa të klasës, por ala se janë regjistruar. Nuk janë regjistruar. Ndërsa zotëri Meri, a mendoni se këta dy, për Adën flasin konkretisht dhe Ebu Bekrin, kanë potencial të marrin pjesë edhe në gara të themi botërore dhe ato evropiane? Ne trajnerët për herë të parë kur i takojmë fëmijët vetëm e hetojmë me ndjem ato. Për ditës së parë Ada kur është regjistruar në klubin tim, kam pa mas disa stërvitjeve 5 ose deri 10 stërvitje, unë kum ftu prindët e tyre dhe kum taku dhe kemi pirë një kafe, kum thonë keni një vajzë Flori.
nëse është e rregullt, disiplinë ka, edhe do të jetë e rregullt në stërvitje, edhe ju me përkrahjen e juve, kjo një ditë do arrin majat e suksesit. Ada është me vërtet një talent të shumë. Uroj kjo medalë t'ia hap syt pak më shumë, edhe të punon të jetë më e rregullt, të jetë më angazhuar, të jetë më sakt. Besoj që ky sukses nuk do të jetë i fundit. Besoj që në të ardhmen të kjo mision, të kjo shtëpi e madhe do të vim edhe me medale më të mëdha se kjo. Por këtë varet nga se sa punojnë këta dy. Po, po për talent e potencial ka shumë, është shumë e zgjut, inteligjente është, e kap mësimin shumë mirë dhe besimin ka maksimum. Kurse te Ebu Bekri nuk dyshoj, është tip që ka disiplinë shumë, është i rregullt, don karaten, don trenerin shumë, po edhe treneri e don shumë, edhe jemi të lidhur shumë me zveti. Besoj ka dashuri e dy anshme. Po, besoj që në të ardhmen me një bashkëpunim të ngushtë, është një tip që nuk dorëzohet asnjëherë. Nuk i kam dhënë stërvitje dhe ushtrimet trana, nuk ka thënë asnjëherë që nuk mundem. Do e provoj, po me të vërtetë e ban. Është i rregullt, besoj që unë kam besim edhe te këto, edhe te ato sportistat e tjerë që kemi në klub, e kemi një gjeneral shumë e mirë. Besoj që në të ardhmen nuk do të na mungojnë mungesat dhe besoj që çdo herë do ju vim me suksese këtu. Me suksese. Pas këtij rezultati, a mund të themi se klubi karates Forca po shndrohet në një nga klubet më të suksesshme në vendin tonë? Klubet suksesshme në vendin tonë ka shumë. Me të vërtetë është Shkëndija, Tetovës, Fati, kemi shumë klube tjera këtu. Me të vërtetë karateja ka lullëzuar shumë, ka ecë përpara shumë, kemi edhe kolegë që janë trenera, me të vërtetë e njohin këtë lëmi, japin maksimumin, vetëm duhet kemi përkraje më të mëdha që të marrim pjesë. Me të vërtetë sukseset nuk kanë munguar asnjëherë. Ku nga kjo maqoni kemi edhe shumë medale evropiane, botërore, kemi si idol edhe është kampioni i madh Berat Jakupi, kurse kemi edhe legjendën botërore Enver Idrizi, ku na kanë shtyë dhe na kanë dhënë motivos si neve sikur fëmijë, sikur trenerët që të vazhdojmë, që të kemi sukses. Me të vërtetë karatea lullëzon kështu, ka interesim shumë të madh. Besoj që në të ardhmen me këtë dashuri fëmijë që kanë interesim në këtë sport dhe sukseset s'do mungojnë. Dhe në fund, cili do të ishte mesazhi juaj? Mesazhi im për rinin është më pak rrjetet sociale, më shumë t'i afron arsimit, më shumë t'i afron sportit, edukat, kulturë, t'i nderojmë sa më shumë prindërit, ajo është mesazhi më i miri im. Më i miri. Unë ju përgëzoj për çmimet që i keni marrë pikërisht në Stamboll dhe ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit të Ritmi i ditës. Faleminderit shumë, uroj edhe përshëndes këtë shtëpi të madhe shumë, se hapat e para kur i kom pas te ky klub, ka qenë kjo shtëpi që mi ka shpalu sukseset dhe kur jam këtu, jam së në shtëpinë time dhe dim krenar kur vi me këto sukses. Dhe ne gjithmonë kemi dyert e hapura për sportistët e rinj, për suksese, se fundja e fundja bëhet fjalë për vendin tonë që na keni sjellur suksese. Ju faleminderit edhe një herë shumë. Sportistë kampionët tonë kanë buket me lule. Buket me lule. Ju faleminderit shumë, Ada, do më thënë nga Ada kemi buket me lule, do më thënë kjo është nder dhe kënaqësi për mua, pikërisht nga ana juaj, ju faleminderit shumë. Shpresojmë që në të ardhmen ne do jemi krenar edhe më tej nga ana juaj. Ju faleminderit shumë për lulet e së pari që më keni sjellur pikërisht në emisionin tonë Ritmi i ditës, kështu që kjo do të jetë, mund të them, përmbyllja më e mirë e emisionit tim me 2 buqeta me lule nga 2 kampionët ballkanik që na kanë sjellur çmime të mëdha në vendin tonë. Shikues të nderuar, mu nuk më ngelet gjë tjetër përveç se të ju përshëndes dhe të ju dëshiroj një ditë të mbarë, kështu që unë ditën e kam filluar të mbarë me buqete me lule, me çmimet, me voglushit tanë në studio, kështu që çdo të mirë, ditë të mbarë. Ju faleminderit. Faleminderit.